ka mbushur boshllëkun e klubeve mediatike dhe të pasqyrave sociale të javës. Pasi një prokuror dhe një gjykatës u bën bashk, kokë në kokë, dhe pezulluan një antar të kabinetit qeveritar. Unë nuk dua të hyj në asnjë debat për një absurditet kaq të rrezikshëm sa ky dhe pres me durim që gjykata kushtetuese t'i jap drejtim çështjes së kësaj rruge të pashkelur askund në Europë, po me sa jemi informuar deri tani askund edhe në botë. Por thash ndaj me ju sot se çfarë thon Komisioni i Venecias dhe Gjykata Evropiane e Strasburgut për këtë çështje. Qendrimi i Venecias është në fakt shumë i prerë. Gjykatat nuk duhet të pezullojnë antarët e qeverisë, sepse duke bërë këtë, së pari cënojnë balancën e pushteteve. Për sa kohë një ministër është figurë politike, pjesë e ekzekutivit, përgjegjës para parlamentit dhe kryeministrit, nëse gjykata e pezullon, ajo praktikisht ndërhyn në punën e qeverisë, ndërron përbërjen e ekzekutivit, merr kompetenca që i takojnë kryeministrit dhe presidentit. Dhe kjo konsiderohet nga Venecia shkelje e palejushme e kufijit ndarës mes pushteteve.